Edhe në këtë video do të mësojmë për outline. Këtë rast për shembull nëse kam krijuar një katror, që ka një ngjyrë, edhe dëshirojmë m'ia heq këtë kufizimin, atëherë vetëm këtu klikomi e bëmi 0, enter, edhe kufizimi heket këtë. Thonë tani nuk ka kufizim hiç. Por me klikoj këtë, delete, tani këtu e kemi një opcion. E zgjedhë këtë. Edhe shikoni, nëse filloj kështu, kjo bëhet e drejtë. Ndërsa nëse klikoj CTRL, CTRL më mundson mos me lëvrit, se pa CTRL më me lëvizë kështu, shikoni. Nëse klikoj CTRL, CTRL më mundson me shku drejt. E bëna këtë. Pra këtu të properties e kam selektuar. Edhe këtu ku thash më herët e kemi mundësinë me ndryshu trashësinë, këtu e kemi me ndryshu njësinë madhe. Për shembull, piksela një çavarsisht prej nevojës, mund me zgjedhë këtë rast centimetra, e përbëj 0.3 cm, shikoni. Apo 0.1, enter, kjo. Përveç sajna, kur kemi kështu vizë, i kemi disa opcione tjera. Shikoni, tani është e zgjedhur kjo. Edhe via, edhe stroke është e barabartë këtu. Por nëse klikoj këtë opcionin këtu, shikoni, kjo bëhet në formë lakore. Apo nëse klikoj këtë, kështu që i bie via deri këtu, është, pastaj kjo i shtohet shtesë. Do thonë i vjen si mu mbështjell kështu. Kështu që pavarësisht prej rastit. Për momentin është nuk i duket shumë e nevojshme, po kur të filloni me bën ndonjë projekt e vleni që kena me pas raste që kam ndodhur desh ky opcion, kë apo kë. Por sajna këtu i kemi disa opcione. Për shembull, nëse klikoj këtu, mund me zgjedh shigjetën. Apo kemi versione ndryshme të shigjeta. Shikoni kështu me lakore. Për shembull, këtë kështu. Nësa kjo pjesa është nëse dëshirojmë këtë pjesën e kundërt. Apo nëse shkomi më poshtë e kemi me vendos për shembull fundin e shigjetës. Shikoni. Ne kemi disa opcione këtu.